Ajri ndotur në vendin tonë përshëndrohet në një shqetësim serioz për qytetarët e Prishtinës, e veçanërisht në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Edhe më shqetësuese bëhet fakti se Prishtina është renditur në vendin e 13 si qyteti me ajrin më të ndotur. Mentor Shala, specialist i cilësisë së ajrit, paralajmëroi se gjendja aktuale është shqetësuese dhe tha se situata po përkeqësohet nga lagësia e lartë, temperaturat e ulta dhe mungesa e ajrës, duke ndikuar drejt për drejt në ndotjen e ajrit. Ai rekomandoi qytetarët e sidomos grup moshat të ndjeshme si të moshuarit, fëmijët dhe personat me sëmundje kronike t'i reduktojnë sa më shumë daljet kur cilësia e ajrit nuk është e mirë. E siç thot ai, gjendje jo të mirë konstatojnë kryesisht në mëngjes, në mbrëmje dhe gjatë natës. Ndërkaq përmirësim të cilësisë së ajrit, Shala tha se pritet të ketë nga dita e mërkurë, ku parashikohet të ketë rreshje shiu dhe ndryshim të kushteve të motit. Megjithatë, ai shprehu shqetësim se ndotje të mëdha do të shkaktojnë edhe përdorimi i mjeteve piroteknike, të cilat lëshojnë metale të rënda dhe ndotin edhe më tepër ajrin.